Ligjvënësit e dy subjekteve kryesore që kanë qenë në opozit për gjatë 4 vjetëve nuk do ta votojnë në seancën konstituive të kuvendit kryeparlamentarin që propozon lëvizja vetëvendosje. Kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi e edhe ai i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku, pasi u regjistruan të premten si deputet, thënë se në seancën e 15 prillit vetëvendosja nuk duhet të llogarisë në votat e ligjvënësve të këtyre subjekteve. Po pse më ja dhon votat e PDP-s? Më fal, s'e kuptoj pyetjen pse duhet na më ja votu kryetarin e kuvendit. Se kemi votu as të kaluamën, 2 herat kryetari është votu. Kryetari nuk është të lasha me votë 61 vota. Një kryetari i kuvendit që si ka 61 vota për vete s'do të jetë kryetari i kuvendit rast parë fare. Pra minimalisht duhet i ka 61 vota me pas shihen për çëra tjera. Nëpërmjet zgjedhjeve të 9 shkurtit, vetëvendosja ka siguruar 48 ulse në kuvend. As pas konsultimeve për koalicion, kjo parti nuk ka arritur të sigurojë shumicën prej 61 deputetësh për ta bërë qeverinë e pa të nuk mund ta votojë as kryeparlamentaren, pas zgjedhjen e të cilit nuk mund të konsiderohet e konstituuar përbërja e re e kuvendit. Sipas interpretimit të bërë nga gjykata kushtetuese, nëse dështon ta formojë qeverinë partia që ka dalë para në zgjedhje, rasti për ta bërë këtë mund t'i jepet subjekteve tjera. Kryetari i PDK-s shprehu bindjen se në rast se kësaj partie jepet mundësia për ta propozuar mandatarin për formimin e qeverisë, do të sigurohen votat në kuvend. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me partitë opozitare dhe besoj shumë që duke i respektuar rendin kushtetues, hapat kushtetues, në momentin që një gjë e tillë do të merrë dhe validitetin legal pas dështimit potencial, po i them, të partisë së parë me themelu qeverinë e re, ne shumë shpejt besoj do të jemi të gatshëm me ofru qytetarëve dhe vendit një qeveri tjetër. Por LDK-ja ka shprehur qëndrimin se do të bëhet pjesë e qeverisë vetëm nëse asaj i jepet posti i kryeministrit. Abdigjiku insiston se qëndrimet e LDK-s vazhdojnë të jenë të njëjta. E njohim të drejtën e plotë të partisë së parë në këto zgjedhje që të provojë të bëjë shumicën, në qoftë se nuk e bën pas 15 ditëve, Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, jep drejtë secilës parti që dëshmon para presidentës se mund të bëjë shumicën ta bëjë një gjë të tillë. Nuk kemi rrinë atë pikë, do të jemi pas transparent edhe konsistent para jush edhe për këtë çështje kur të mrrim aty. PDK-ja ka siguruar 24 ulse në kuvend dhe LDK-ja 20, ndërkaq koalicioni AK-Nisma ka siguruar 8 mandate. Për ta bërë shumicën pa vetëvendosjen këtyre subjekteve politike u duhen së paku edhe 9 deputet.